Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdërimet tona dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe as kush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit të rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Ju uroj mirëseardhjen në nektari i Gjumas, të cilin sot do ta hapim me sodisja e mrekullive të natyrës e çon njeriu në njohjen e krijuesit. Bukuria dhe mrekullia e natyrës përmenden disa herë në Kuranin Kerim. Qëllimi i kësaj përmendjeje është ta bëjë njeriu të sodis mrekullitë e saj dhe të njohë krijuesin. Allahu i madhëruar thot në Kuran, Bismillahirrahmanirrahim. A nuk mendojnë ata për sundimin e qejve dhe të tokës dhe për gjithçka që ka krijuar Allahu, dhe se fundi i jetës së tyre mund të jetë afër? Atëherë, në çfarë mesazhi tjetër do ta besojnë ata? Sura Rum, ajeti 8. Simetria, rregulli dhe harmonia në natyrë janë shenjë përsosurisë dhe fuqisë së Allahut të madhëruar. Njeriu duhet ta pushtojë frika ndaj Allahut dhe përnderimi për Allahun, kur fillon të meditojë për ndërlikueshmërinë e gjithçkaje përreth, madje edhe për trupin e vet. Dhe një ndjenje pa mas mirënjohjeje, sepse nëse një element i kësaj skeme të ndërlikuar do të ndryshohej, jeta do të ishte më e vështirë dhe ndoshta edhe e pajetueshme. Për këtë Allahu i madhëruar thot në Kuran, padyshim është Allahu, ai që bën farën dhe përthamën të qahat dhe të mbugullojë. Ai nxjerr të gjallën prej së vdekurës dhe të vdekurën prej së gjallës. I tillë është Allahu. Atëherë, si largoheni së vërtetës? Ai bën të zbardh drita e agimit. Ai e ka bërë natën për pushim dhe diellin e hënën për ta llogaritur kohën. E tillë është matja të gjithfuqishmit, e gjithdisit. Është ai që i ka krijuar yjet për t'ju treguar rrugën e errësirat e tokës dhe të detit. Ne u kemi shpjeguar qartë shpalljet tona njerëzve që dinë. Është ai që ju ka krijuar ju për një njeriu të vetëm, që të jetoni dhe të preheni në tokë. Ne u kemi shpjeguar qartë shpalljet tona njerëzve që kuptojnë. Është ai që lëshon nga qielli ujë, nëpërmjet të cilit ai nxjerr sythat e çdo bime. Prej këtyre ne nxjerrim gjelbërim, kokra gruri dhe kallinj, palma me kalave shurmash që varen deri poshtë, kopshte me rrush, me ollinje me sheg, që ngjajnë por që ndryshojnë si varietete dhe si shije. Dhe shtoni frutat e tyre kur fillojnë të formohen dhe të piqen. Sigurisht në këto gjëra ka shenja për njerëzit që besojnë. Lexojmë në surën e Nam nga ajeti 95 deri tek ajeti 99. Atëherë,
Natyra që na rrethon është një rrugë tjetër për ne për ta njohur Krijuesin ton, Allahun e Madhëruar. Njëherësh, këto janë të mirat që na i ka dhënë Allahu dhe që duhet ta shtojmë mirënjohjen tonë për atë dhe bindjen tonë ndaj atij. Shikues dhe dëgjues të nderuar, do të vijojmë tani më me pjesën e Kuranit për ditën e sotme. Unë sot jam dalur tek sura An'am dhe kam përzgjedhur 8 ajetet e para të kësaj sure. Ju uroj shikim dhe dëgjim të këndshëm së bashku. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Qoftë lavdëruar Allahu, që krijoi qejt dhe tokën dhe bëri errësirën dhe dritën. E megjithatë, ata që nuk besojnë, sa hynë zotat të tjerë si të barabartë me Zotin e tyre. Është ai që ju krijoi nga balta dhe pastaj caktoi një afat në këtë botë, vdekjen, dhe një tjetër në botën e përtejme, ditën e Kiametit. Por përsëri ju dyshoni. Ai është Allahu, i vetmi Zot i vërtet në qiell dhe në tokë. Ai di çfarë fshini dhe çfarë tregoni, si dhe atë që arrini të fitoni. Sa herë që atyre jo besimtarëve u vjen ndonjë varg nga shpallja e Zotit të tyre, ata ja kthejnë shpinën. Kështu, ata e mohojnë të vërtetën, posa u shpallët, por së shpejti do t'u vi lajmet e asaj me të cilën talleshin. A nuk e shohin ata se sa brezdi kemi zhdukur para tyre? Ata ishin njerëz që kishin dhënë shumë pushtet në tokë, sesa ju kemi dhënë ju me kazve. Ne u sollëm atyre shira të bollshëm dhe bëm që të rrjedhin lumejnë në përvisët e tyre, por për shkak të gjunaheve të veta i shfarosëm dhe më pas krijuam brezni të tjera. Sikur ne të zbritim ty një libër të shkruar në letër, e ata ta preknin me duart e tyre, mosbesimtarët me siguri që do të thoshin, kjo s'është gjë tjetër veç se një magji e hapur. Ata thonë, sikur ti kishte zbritur atij Muhamedit një ëngjëll, por po ta dërgonim ne ëngjëllin, puna do të merrte fund dhe nuk do t'u jepej asnjë afat. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ky ishte përkthimi i ajeteve të surës An'am nga ajeti 1 dhe mbyllem me ajetin 8. Ka ardhur momenti për të vazhduar me temën e ditës për sot në Nektari i Gjumas, ku sot do të flas rreth temës namazi dhe durimi janë shpirti i besimit dhe shtyllat e Islamit. Kemi folur shpesh për rëndësinë e namazit dhe vlerën e tij, dhe po ashtu kemi folur dhe për rëndësinë dhe rolin që luan durimi në jetën e njeriut. Por sot do të sjellim së bashku këto dy mirësi të mëdha që Zoti i Madhëruar ja ka dhënë njeriut dhe ka urdhëruar atë që t'i zbatojë ata në mënyrë që të ketë një jetë të qetë dhe të këndshme në këtë botë dhe të arrijë mirësi të mëdha edhe në botën e përtejme. Për ta kuptuar rëndësinë e bashkimit të këtij binomi të mrekullueshëm dhe çfarë mirësish të mëdha i dhurohen njeriut, do të na vinë në ndihmë komentimi i ajeteve 114-115 të surës Hud, në të cilët Allahu i Madhëruar thotë: Bismillahirrahmanirrahim. Fale namazin në 2 skajet e ditës, mëngjes e mbrëmje dhe në një kohë të natës, sepse veprat e mira i shtyjnë veprat e këqija. Kjo këshill vlen për ata që i pranojnë këshillat dhe duro se Allahu me të vërtet nuk e humb shpërblimin për punëmirët. Këto ajete tregojnë për 2 çështjet më të rëndësishme në fenë islame, të cilat janë shpirti i besimit dhe shtylla e Islamit. Si fillim vjen urdhri i namazit, ku Allahu i lartësuar thotë: fale namazin në 2 skaje të ditës, në mëngjes e mbrëmje dhe në një kohë të natës. E dukshmja e thënies në 2 skaje të ditës është sqarim për namazin e sabahut dhe të akşamit, koha e të cilëve janë 2 skaje të ditës. Por është shumë rëndësishme të përmendim këtu se në ajetet e tjera të Kuranit Kerim përmendet të 5 kohët e namazit, sikurse thuhet në këtë ajet. Kryeje namazin kur zbretën nga zeniti i diellit e deri në errësirën e natës dhe këndo Kuran në agim. Me të vërtet,
Falja e mëngjesit është dëshmuar nga engjujt. Sura Isra, ajeti 78. E herë tjetër ajetet e Kuranit Kerim përmendin 3 namaze, siç është ajeti që po diskutojmë. Gjithashtu, përmendin vetëm një namaz, si në ajetin e bekuar ku Allahu i Madhëruar thotë: faleni rregullisht namazin, sidomos ato të mesmin, dhe qëndroni me devotshmëri para Allahut duke ju lutur atij. Sura Bekare, ajeti 238. Rëndësinë e namazeve të ditës, pra 5 kohëve të namazit, në veçanti dhe të gjitha adhurimeve, bindjeve, lutjeve dhe veprave të mira në përgjithësi, Kurani Kerim i përshkruan kështu, sepse veprat e mira e shtyen veprat e këqija. Kjo këshill vlen për ata që i pranojnë këshillat. Ky ajet, si të gjithë ajetet të tjera kuranore, qartëson ndikimin e veprave të mira në fshirjen e gjurmëve të veprave të këqija. Në ajetin 31 të surës Nisa lexojmë: në qoftë se ju shmangeni gjunaheve të mëdha që ju janë ndaluar, ne do t'ju afalim gabimet tuaja të vogla dhe do t'ju shpijmë në një vend të nderuar. Ndërsa në ajetin 7 të surës Ankebut, Allahu i Madhëruar thotë: atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, me siguri që do t'u ashtyjmë të këqijat dhe do t'u japim shpërblimin më të mirë se puna që kanë bërë. Me këto ajete vërtetohet se veprat e këqija shlyhen duke bërë vepra të mira e të dobishme. Nga ana shpirtërore, nuk ka dyshim se mëkatet dhe veprat e këqija janë një lloj errësire në shpirtin dhe ndërgjegjjen e njeriu. Asa nëse njeriu vazhdon të bëjë vepra të këqija, mbi të akumulohen gjurmët dhe transformojnë njeriu në një pamje të tmerrshme. Ndërsa vepra e mirë që bën nga qëllimi hyjnor i jep shpirtit të njeriu mëshirën, butësinë, mundëson larjen e gjurmëve të gjunaheve dhe azëvendëson errësirat e shpirtit të tij me rreze drite. Edhe pse fjalia, sepse veprat e mira e shtyen veprat e këqija, ka ardhur pas urdhit për të kryer namazin menjëherë, padyshim se një nga vërtetësitë e asaj për të bërë vepra të mira është që të falen 5 kohët e namazit. Dhe nëse nuk i kemi parë transmetimet që tregojnë për namazin e përditshëm vetëm se në tefsir, atëherë ai nuk është një argument për kufizim. Madje, siç e kemi thënë shpesh, ai është sqarim dhe konfirmim i qartë dhe përfundimtar. Por cila është rëndësia e madhe e namazit? Rëndësia e madhe që ka namazin është transmetuar dhe ardhur nga i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Dhe vëren shpreh që zbulojnë rëndësinë e madhe që ka namazi në fenë islame. Ebu Uthmani thotë: isha duke qëndruar në hiqjen e një peme me Selman Farisiun, kur ai mori një deg të pemës, e shkundi derisa i ran të gjitha gjethat e saj. Pastaj u kthye nga unë dhe më tha: a nuk po më pyet pse e bëra këtë gjë? Ju përgjigja duke thënë: pse e bëre? Ai më përgjigj: kjo ka ndodhur kur unë isha duke qëndruar me të dërguarin e Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, në hijen e një peme. Ai më bëri po këtë pyetje dhe më tha: a nuk po më pyet pse e bëra këtë? Atij ju përgjigja: pse, o i dërguari i Allahut? Ai më tha: me të vërtetë, muslimani nëse merr abdes dhe e përsos atë, pastaj i fal 5 kohët e namazit dhe i kryen me rregull ato, i bien gjunahet sikur se ran gjithë të kësaj dege të pemës. Pastaj lexoi këtë ajet që thotë: faleni namazin. Në një hadith tjetër nga një shok i të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i quajtur Ebu Umame, lexojmë se ai ka thënë: një ditë isha duke qëndruar në xhami me të dërguarin e Allahut dhe aty erdhi një njeri e i tha: o i dërguari i Allahut, unë kam bërë një mëkat dhe e meritoj ndëshkimin, prandaj kam ardhur të gjykohem. Më gjyko e më ndëshko për mëkatin që kam bërë. I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i tha: Allahu ta ka falur mëkatin tënd ose të ka rënë gjunahu. Transmetohet nga Imam Aliu se ai ka thënë: ishim duke pritur namazin me të dërguarin e Allahut në xhami, kur një burr u ngrit e tha: o i dërguari i Allahut, kam bërë mëkat. Profeti i nderuar i ktheu shpinën. Pasi e falëm namazin, po ky burr u ngrit dhe përsëriti fjalën e tij:
I dërguari I Allahut tha: "A nuk u fale me ne dhe përsosa abdesin për namaz?" Ai I tha: "Po." Profeti tha: "Ky është shpagim I mëkatit tënd." Në një tjetër transmetim nga Imam Aliu lexojmë: I dërguari I Allahut, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Me të vërtetë, vlera dhe grada e 5 kohëve të namazit për ummetin tim është sikur se lumi që kalon afër derës së gjithsecilit prej jush. A mendon ndokush prej jush se nëse është në trupin tuaj ndonjë papastërti, do t'i mbes atij ndonjë papastërti pasi pastrohet në këtë lum 5 herë? Betojmë në Allahun se kështu janë 5 kohët e namazit për ummetin tim." Sidoqoftë, nuk ka vend për dyshim se kur e fal namazin me të gjitha kushtet e tij, me të vërtetë ai e transferon njeriu në një botë abstrakte dhe shpirtërore, duke forcuar lidhjet e tij të besimit tek Allahu I lartësuar dhe duke pastruar zemrën dhe shpirtin e tij nga papastërtitë dhe shenjat e gjunaheve. Namazi e largon njeriu nga mëkati dhe e pastron ndryshkun e zemrave. Ai rrënjos cilësitë e larta të moralit të njeriu në thellësitë e shpirtit të tij. Namazi forcon dëshirën dhe pastron zemrën dhe shpirtin. Namazi I kujdesshëm është disiplinues I madh dhe edukativ. Shikues dhe dëgjues të nderuar, do të shkëputni për pak sekonda së bashku për të vijuar në këtë pjesë të dytë të temës sonë, ku po flasim rreth temës namazi dhe durimi janë shpirti I besimit dhe shtyllat e Islamit. Qëndroni me ne në Nektari I Xumas. Shikues dhe dëgjues të nderuar, në këtë pjesë të dytë të temës sonë, ku po flasim për namazin dhe durimin, do të vijojmë me ajetin më shpresdhënës në Kur'an dhe pikërisht komentimi I ajetit 114 të surës Hud, në të cilin kemi një hadith unik nga profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, të cilin e transmeton Imam Aliu. Imam Aliu ju drejtua njerëzve dhe u tha: "Cili ajet në librin e Allahut është më shpresploti për ju?" Një pjesë e atyre thanë: "S'ka dyshim se Allahu nuk fal gjunahun ti përshkruat atij shok I dhujtarin, e përpos këtij gjunahu I fal kujtdo." Sura Nisa, ajetet 48-116. Ai tha: "Shumë mirë, por ky nuk është." Disa të tjerë thanë: "Ajeti që thotë: Thuaj, o robët e mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humbni shpresën prej mëshirës së Allahut." Sura Zumer, ajeti 53. Ai tha: "Shumë mirë, por nuk është ky." Disa të tjerë thanë: "Ajeti ku Allahu I lartësuar thotë: Kush punon vepër të keqe ose ngarkon veten me gjunahe, pastaj kërkon falje prej Allahut, do ta gjejë Allahun falës e mëshirëplot." Sura Nisa, ajeti 110. Imam Aliu tha: "Shumë mirë, por nuk është ky." Disa të tjerë thanë: "Ajeti për ata që kur bëjnë vepra të turpshme ose I bëjnë dëm vetes, e kujtojnë Allahun, I kërkojnë falje për gjunahet e tyre, e kush I fal gjunahet përveç Allahut." Sura Ali Imran, ajeti 135. Përsëri Imam Aliu u përgjigj: "Shumë mirë, por nuk është ky." Pastaj I grumbulloi njerëzit e u tha: "Çfarë keni kështu o musliman?" Ata thanë: "Nuk kemi gjë për Zotin." Imam Aliu tha: "E kam dëgjuar të dashurin e zemrës sime të dërguarin e Allahut, profetin Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, të thotë: Ajeti më shpresplot në librin e Allahut është: Fale namazin në mëngjes e mbrëmje dhe në një kohë të natës, sepse veprat e mira I shlyen veprat e këqija. Kjo këshill vlen për ata që I pranojnë këshillat." Pra pikërisht ajeti 114 I surës Hud, të cilin po e komentojmë dhe sjellim në temën e ditës së sotme. Shikues dhe dëgjues të nderuar, kemi përmendur shpesh në shpjegimin e ajetit 48 të surës Nisa se transmetuar një hadith tjetër që tregon se ajeti I shpresës është: "Vërtet Allahu nuk fal gjunahun ti bëhet shok atij, e pos këtij gjunahu të tjerat I fal atij që dëshiron." Duke parë se secili prej këtyre ajeteve shfaq një këndvështrim nga ky diskutim dhe qartëson një prej dimensioneve, atëherë nuk ka kundërshtim midis tyre.
Në të vërtet, ajeti që po diskutojmë bën fjalë për ata që e falin namazin në mënyrë të rregullt, me gjithë zemër e shpirt, duke pastruar të gjitha shenjat e gjunave nga zemrat dhe shpirtrat e tyre. Ndërsa ajeti tjetër pra te surja Nisa bën fjalë për ata që janë të privuar nga namazi, por u jepet mundësia që të hyjnë nga dera e pendimit. Atëherë, ky ajet për këtë grup është më shpresdhënësi, ndërsa ajeti tjetër është më shpresdhënës për ato grup tjetër ajetesh. Ata shpresë më të madhe se sa ta di njeriu që kur t'i rreshkas këmba ta kushtoj epshi i tij, pa u lidhur me mëkatin, dhe kur të arrijë koha e namazit, ta përsos abdesin e tij dhe të qëndrojë përpara Allahut për të falur, që të ndjejë ndroj kur i drejtohet Allahut të lartësuar, për veprat dhe mëkatet që ka bërë dhe të ngrej duart duke bërë dua e t'i kërkoj falje mëshirë dhe t'i falen fajet e nga zemra e tij të largohet errësira dhe terri, duke komentuar për ndikimin e namazit të ndërtimin e personalitetit të njeriu dhe në qartësimin e ndikimit të veprave të mira në fshirjen e veprave të këqija, në këtë ajet vjen urdhri tjetër për të bërë durim, dhe Allahu i Madhëruar thotë: "Dhe duro se Allahu me të vërtet nuk e humb shpërblimin për punëmirët." Megjithëse disa komentues të Kuranit Kerim janë përpjekur të përcaktojnë kuptimin e durimit në këtë ajet për namazin ose lëndimin e profetit tonë të dashur nga ana e armiqve, nga sa duket qartë nuk ka argument për këtë. Madje, ajeti në të vërtetë mbart një kuptim shumë më të gjerë dhe përfshin të gjitha llojet e durimit përpara problemeve, kundërshtimeve, padrejtësive dhe fatkeqësive të ndryshme. Kështu që rezistencat përpara gjithë këtyre ngjarjeve liston në nocionin e durimit. Durimi është baza të gjitha dhe thelbi i Islamit. Ndonjëherë ai vjen i bashkërenditur në Kur'an me namazin. Ndoshta kjo ndodh sepse namazi dhuron njeriu të lëvizje dhe zellshmëri, kurse urdhërimi për të bërë durim e bën të obliguar rezistencën. Këto dy çështje, domethënë lëvizja dhe rezistenca, kur qëndrojnë në krah të njëra tjetrës, sillin të gjitha format e suksesit. Në thelb, nuk mund të realizon veprat e mira pa bërë durim dhe pa u bërë ballë vështirësive. Për këtë, ajeti flet e komenton urdhrin e durimit me shpërblimin e Allahut, ku thotë: "Dhe duro se Allahu me të vërtet nuk e humb shpërblimin për punëmirët." Kuptimi i këtij ajeti është se punët e mira nuk mund të kryen pa pasur durim dhe pa u përballur me të vështirat. Përballë ngjarjeve shumë të vështira, njerëzit të ndahen në grupe të ndryshme. Grupi i parë është grupi që humb personalitetin menjëherë, ashtu siç thuhet në Kur'an: "Kur atë e godet e keqja, ai ligështohet fort." Sure Me'arij, ajeti 20. Grupi i dytë, që qëndron i palëkundur para të gjitha krizave me durim dhe rezistencë. Grupi i tretë, që përveç qëndrimit të palëkundur e durimit për krizën, ata bëjnë falëndërime për Allahun, dhe grupi i katërt, që përballojnë krizat dhe vështirësitë me dëshirë dhe pasion dhe mendojnë për mënyrën e mposhtjes së tyre. Ata nuk heqin dorë para këtyre vështirësive dhe nuk dorëzohen derisa t'i zgjidhin problemet. Këtyre njerëzve që bëjnë durim dhe që bëjnë ballë vështirësive, Allahu i Madhëruar u ka premtuar se do t'i mbulojë me triumf, siç e përmend në këtë ajet kuranor ku thotë: "Në mes jush gjenden njerëz të qëndrueshëm, ata do të mundin 200 mohues." Sura Enfal, ajeti 65. Atyre Allahu jep mirësi në botën tjetër dhe i shpërblen me xhenet, dhe këtë konfirmon ajeti 12 i surës Insan ku thotë: "Dhe për durimin e tyre ai do t'i shpërblej me xhenete dhe petka të mëndafshta." Shikues dhe dëgjues të nderuar, e mbyllim temën tonë duke lutur Zotin e Madhëruar të na bëjë zbatues të urdhrave të Tij, pasi ata janë mirësi për ne në të dy botët. Amin. Falenderojmë pafund Allahun Madhëruar për mundësinë që na dha që të sjellim këtë temë dhe ditën e sotme, pasi atij i përkasin falëndrimet dhe lavdrimet më të sinqerta dhe më të mëdha. Gjithashtu falenderojmë të gjithë bashkëpunëtorët tanë, Zoti i shpërbleft me mirësi të pafundme. Falenderojmë të gjithë juve që jeni bërë pjesë të programit duke na ndjekur, Zoti ju shpërbleft me mirësi. Në këtë ditë të bukur të xhumaut, Zoti Madhëruar na e fal mëkatet tona, na e pranoi namazet tona, na e pranoi punën dhe veprat e mira, na ruaj nga çdo gjë e keqe neve, familjet tona, të afërmit tan,
komshin tan, vendin tan dhe të gjithë ata që drejtojnë lutjet Zotit, Allahu ja pranon lutjet e tyre të mira dhe na ruaj nga çdo gjë e keqe. Duke u lënë në shoqërinë ai i cili fton për namazin e xumas, dhe sot ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن